Poštovanje ministra. Dobrodošli. Poštovanje ministra, ste dobro. Poštovanje, ste dobro. Kako ste? Dobro. Dobro, poštovanje. Dobro. Poštovanje. Poštovanje. Ajde, ostanite svi. Na lokalnim izborima održanim 22. oktobra 2017. godine, odnosno 19. novembra 2017. godine, opština Klokot je dobila novu izvršnu i zakonodavnu vlast. Dobili smo ljude kojima smo poklonili poverenje da nas vode i da nas predstavljaju. Ja, Dejanović Božidar, Dejanović Božidar, zaklinjem se betohem që ili svečano izjavljujem ose solemnisht deklaroj da ću obavljati që do t'i kryej poverene dužnosti i izvršavati svoje ovlašćenja detyrat dhe autoritetet e mia kao gradonačelnik opštine Klokot Vrbovac, si kryetari i komunës së Klokot Vrbovcit, časno, në mënyrë verno, të drejtë, besnike, nepristrasno, të panshme, savesno i prema zakonu, të ndërgjeshme sipas ligjit, da bih omogućio uslove za miran i prosperitetan život za sve. Për të krijuar kushte për jetë paqësore për të gjithë qytetarët. Dragi prijatelji, të dashur miq, poštovani ministre Jeftiću, nderuari ministër Jeftić, savjetnici, poslanici i ostali, këshilltarë dhe jo të tjerë, dragi sugrađani, të dashur bashkëqytetarë, želim da vam kažem dëshiroj të ju them da potpisivanjem ove izjave që me nënshkrimin e kësaj deklarate i potpisivanje izjave naših odbornika dhe nënshkrimit të delegative të tanë, sama Skupština kao i radnici opštine dobit će bolje uslove za rad, vetë kuvendi do të ketë kushte më të mira për punë, a samim tim i vi kao građani dobit ćete mnogo bolje uslove za život. Dhe sigurisht edhe ju qytetarë do të keni kushte më të mira për jetë. Želim isto da kažem da ćemo sa našim komšijama Albancima dëshiroj gjithashtu të them se me fshinje tanë shqiptar graditi mostove prijateljstva, do të punojmë në mënyrë shoqërore, graditi puteve mira, do të ndërtojmë ura paqësore i da će naš tim u kojem ćemo biti svi zajedno dhe ekipa jonë do të jemi të gjithë së bashku pomeriti svaki kamen da bi stvorili bolje uslove za vaš život. Çdo gur, domethënë që në mënyrë që juve t'ju krijojmë kushte më të mira për jetë. Samim tim dobit ćemo bolje uslove za obrazovanje. Në këtë mënyrë do të kemi edhe kushte më të mira për arsim. Dobit ćemo bolje uslove za zdravstvo. Do të kemi kushte më të mira për shëndetësi. Stvorit ćemo nova radna mesta. Do të hapim edhe vende të reja të punës. I ova opština će biti u mnogo boljem životu. Dhe kjo komunë do të jetë në një jetë shumë më të mirë. Vi svi znate da je bila ova opština ni manje opštine ni većih problema. Ju të gjithë e dini që në këtë komunë nuk ka pasur as të probleme të mëdha dhe as të vogla. I to je sad sve iza nas. Dhe kjo e gjithashtu tani varet nga ne. Kao što je sam naš slogan na izborima rekao, si që është edhe në sloganin tonë në zgjedhjet që i kemi pas, od danas smo svi zajedno. Nga sot jemi të gjithë së bashku. Hteo bih da vam se zahvalim dëshiroj që të ju falenderoj što ste mi dali poverenje, što ste glasali za mene që më keni dhënë besimin dhe që keni votuar për mua. I nadam se dhe shpresoj da ću vaše poverenje që besimin e juaj ispoštovati ta respektoj i imate i stvoriti bolje uslove za vaš život. Dhe të keni, domethënë që të keni kushte më të mira për jetë. Hvala. Faleminderit. A sada želim da pozovem ministra Jeftića da kaže nekoliko reči za... Tani po ftoj ministrin Jeftić që të thotë disa fjalë.
Poštovani gradonačelniče, Nderuari kryetar, gospodine Dejanoviću, zot Frit Dejanović, poštovani odbornici, të nderuar delegat, predsjedniče Skupštine, kryetar I kuvendit, najpre da vam čestitam na početku novog mandata, predsjedniče, puno sreće u radu. Në fillim të këtij mandati të uroj shumë fat dhe shumë punë të suksesshme. Poštovani građani, dame I gospodo, Të nderuar qytetarë, zonja dhe par zotrinj, reči želim dëshiroj të them disa fjalë da još jednom poručim svima vrlo jasno të përësis të gjithëve mjaft qartë da će od danas opština Klokot që nga sot komuna e Klokotit biti opština u kojoj će do të jetë komuna svi zajedno raditi në të na cilën të njenom gjithë razvoju, do të punojmë në ndarje së bashku. na onome što jesu prioriteti I što će biti prioriteti I gradonačelnika, Do të jenë prioritet për kryetarin, qytetarët, na onome što će biti prioriteti svih vas koji živite u opštini në ato që Klokot do të jenë Vrbovac. prioritet për të gjithë juve që banoni në komunën e Klokot Vrbovcit. Imat ćete našu punu podršku, Do të keni mbështetjen tonë të plot, imat ćete podršku u smislu projekata koje ćemo ovdje implementirati. do të keni përkrahjen në të gjitha projektet të cilat I planifikoni. Sve ono što bude vaš prioritet, bit će prioritet nas koji smo na centralnom nivou vlasti. Gjitha ajo që është prioritet për ju, do të jetë prioritet edhe për neve atje në qendër. I ono što će biti svakako takođe važno, ono o čemu je gradonačelnik govorio, Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, do të tha dhe kryetari, suživot sa komšijama Albancima bashkëjetesa me fshinjën tonë shqiptar u cilju mira, me qëllim, do të thonë, të mirë, u cilju Të bolje paqes. budućnosti, për bashkëpunim dhe bashkëjetesë të mirë, u cilju života pre svega. para së gjithash në jetesë bashkësore. Mora biti prioritet I ove lokalne samouprave. Do të jetë prioritet I kësaj qeverisje lokale. I na kraju, Dhe në fund, još jednom da kažem ono što sam I zajedno sa gradonačelnikom govorio u predizbornoj kampanji, do me thotë të them edhe atë që kemi biseduar para zgjedhjeve, pa gjatë fushatës me kryetarin. radit ćemo zajedno da oni koji su međuvremeno otišli ovde se vrate, Do të punojmë së bashku për ata të cilët në ndërkohë kanë shkuar nga këtu. I da ne dozvolimo više nikad Dhe të da mos bilo lejojmë ko odlazi iz opštine Klokot Vrbovac. dhe të mos lejojmë që asnjëherë dikush të largohet nga komuna. Hvala vam puno I živjeli. Puno dhe shumë fat.